Në me lidhë. Albin Kurti s'ka pas fuqi me po Vjosa Osmanin, e cila ka shkëlqynë politikën e jashtme. Ne e dim cili është reagimi Albin Kurtit për bordin e paqes. Asnjë fjali. Asnjë fjali. Cili është veprimi Albinit, ose a ka shkel ndonjëherë koma Albin Kurtit në shtëpinë e bardhë në takim me ndonjë president apo zavend president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjëherë. Dhe këtu është qirësi që ose jem duke shku nga një situatë tepër të palakmueshme, jo inshallah për me aja Republika Tretë që është për fol, që ka po diu ne për ëndrat e tij, por ndryshe këtu është ajo që Albin Kurti edhe në herë për përsëris nuk dën asnjë njeri me pa që din diçka pak më shumë se ai. A duhet LDK-ja me hap derën Vjosa Osmanit? LDK-ja ka hap derën Vjosa Osmanit. Po. Vjosa Osmani besoj që është e mirë pritun LDK, se familja politike e saj është LDK, edhe besoj që orë dikon tjetër, kuptohet, janë ato probleme që janë kriju, sepse normal që LDK-ja është dëmtu me rastin e Vjosës, është dëmtu shumë, po sigurisht se ka me po divergjenta aty kur nëse mendohet më u kthy ajo prap, si dhe që tjetë, unë besoj që nuk jam kompetent me thonë që me marrë vendim për më kthy ajo. Jo, a duhet sipas teje? Për nga ona ime është e pranueshme në LDK, sepse familja politike saj është në LDK dhe bazën e ka nga LDK. Por edhe armiku më i madh i LDK-s. Kosova është pak më e madhe se Albin Kurti, e se edhe disa të tjerë, i lutem. Ne nuk kemi llogari me qitë Kosovën peshore me matë me të lifarlujnë e politike të cilat në kam pru këtë situatë. U thakto që disa herë vetë vitin e kalumë, sa kemi shkunze dhe sot prap jemi pa institucione. Faleminderit.